A ka konsenzus kjo është një çfarë lufte bëri? U që këja kush ishë në udhëheqët e saj sot, 26 vite në liri, sepse për referohem edhe disa komenteve të analizëve, si që është zoti Soroj, ta zëmi, cili pat një koment që ata këshin qëllim në atë kohë, që ta sundonin Kosovën. Pat një diskutim shumë interesant tu me këtë konferencë ka konsenzus në vështrimin që na e tha një personazh shumë e rëndësishëm, nuk pe ja përmend emrin, si jem të i bërë raporte profesionale të diskutimeve, e mandej edhe ata vetë duhet me nënshkru se ka zgjedhë Qefrinaj që ta bëj parathënien e asaj konferenci, që falenderoj shumë që është punë bagi e rëndësishme, e ka një mosh, po s'ka përtes për çështje që ai u konsideron universale edhe me vlerore. Një ndër penalist atje shumë kompetent e tha që te pjesa e pajtimit një lloj humori në interpretim që ju s'keni mri po get si duket hala mu pajtu nër vete. Në kuptimin e pasjes së dallimeve shumë maja premisore të kontekstit shikimit të fenomena dhe situata. Tu të na në Kosovë, si të secila shoqëni, e sa që provon me u maru, dhe të që është në fillet e saj dhe provon me i përngja një sistemi ose një bashkësie ose një shtëpie si o bashkimi Evropian, ka këso lloj interpretime ose keq kuptimeve. Veç për javë rikthejnë në kohën kur ka ardhë demokracia këtu në Kosovë, i të 90-ta, dhe të veç me një sabau shumë prej komunista vë bënëm demokrat, nëse keni parasysh keq kuptime që na erdhë me përqafimin a priori të ati sistemi. Çdo anomali që ndodhke me shoqëni, ju like faji demokracisë. Thuti, demokracia nuk ka set rregullave. Që është keq kuptimi që në start, që demokracia është një lloj anarhie që funksionon jashta rregullave, seteve regulative të atij sistemi. Do thotë edhe ne shpeshherë na ndodhen këso lloj keq kuptime tash me historinë ku secili ka të drejtë ta interpretoj çysh don, shumë mirë, sepse në parim qëndron. Po kam përshtypjen që është gabimi i njëjtë që i bëhet si me interpretimin e demokracisë, kuptimin se gjithçka është e lejuar se keni dash demokraci, tash keni dash interpretim se cili ka drejtë. Jo. Se cili ka drejtë ta krijoj rrëfimin e vet lokal, në kuptimin subjektiv edhe të relacionit që ka pas me ndodhi të caktuar, po megjithatë edhe brenda historisë ka sejtë rregullash. Nuk muj me lëshu dorën bashkë shkollaj se qështu menojon edhe qështu është, po si shoqëni nuk kem rri me bashkëbisedu sinqerisht. Edhe sot, unë e kam po në fushata ose kampanja vedisuse të liria ko emën, kur shkoj zona e zona, që takoj pe ati që i gra traktorit e dhe të ati që i gra aeroplanit, e shë një lloj hezitimi për shkak të mos pasjes së një dialogu permanent. Shoqënitë e zhvilluara kanë dialogje permanente varësisht për kontekstet dhe nevojave që i kanë, po ato mrin më u konsolidu kur mërin me i mbyll disa kapitëj. E një ndër kapitëj që duhet më mbyll është edhe UÇK-ja. Unë nuk menoj një shqiptar normal, me 2 fije mend, që i pengon si shdash, ose s'po du me besu, që i pengon UÇK-ja. Po këtu të ne kem pas nevoja kështu, e kem një shok i joni, s'pja përmeni emrin, e ka thët Ballkani vun ka pak prej sindromit të relevancës rreshme. Edhe mbi atë parim e bën krejt interpret, mos me ka nënë si shpall parësia e Shqipënisë, mos me ka jo, etë sistemi edhe pa mu e ty e gjysën prej neve. S'bën me kriju që të lloj relevancë po. Ne duhet të përcjellim praktikat e veneve që pretendojmë të ju përngjan në synimet që i kemi. Shoqënitë të tabluara, po. Po, shoqënitë e tablume. Dhe pa i kep çto tregime, kur nuk kena me dal prej një lloj histerie abuzive të ndërsjellë për nevoja caktuar psikologjike, politike, çfarë do qofshin. A di pse po e shtroj këtë tashulli? Sepse nuk du të ju përfshi në komentimin e debatet që bën edhe për çështje ordinere politike, për figurat sot në të luftës që janë në Kosovë, por për masa, për hapjes së gjuhës së urrëties është në shifra
mos të më të çmenduna. Po. E papranueshme. Në mënyrë se si ndodh. Po, ka prandaj po them, a është një konsenzus në se si ishte që kush duhet të Po, në parim po, kam përshtypjen që shumica e ka një lloj konsensusit të pranimit të rrugtimit ose sakrificës tyne ose gatishmërisë për me ndru edhe paradigmen politike këtu. Po si cilla periudhë do të integrohet, sepse është e pamundshme se cili tregim vetë të jeti vetë mjaftueshëm në interpretimin tonë për histori. Nëse shoqëni duhet më shliru ka pak, e mja pranu edhe gabimet dhe përparësitë njëri tjetrit, sepse pa një debat sinqert. Kur po them sinqert, sepse është një pjesë shumë e rëndësishme mbrana logjikës së debatit që shkolla analitik. Debat liberal mbase. Liberal. Po debat jo se ne në Kosovë shpeshherë nëse pak me humor kështu, në dy muhabete të dy njerëzve ishe 4 qëndrime që tha jam shela goja. Nuk është qëllimi i debatit me jam sheli kuj goja. E keni pa, në për tavolina thet etja bona, etja më shela gojen, nes pa qka, jo, nuk është... Nuk përfundon rrëfim. Jo, ka hup qëllimi i dialogut, se nuk është qëllimi i dialogut me jam shel gojen, është qëllimi i dialogut me ngu edhe tjetërin. Se edhe tjetëri mund me pas një interpretim që ty s'ka shku menja, ose përvoja jote se ka rogë. Unë e përmena jo rasë zotin Sëroj, për ka dhe të figurat tjera. Jo që përfasojnë relevancë ndikim masovik shoqënor, por ne jemi shoqëni liberale dhe njerëz kanë drejt të flasin ande këtej, por e vërteta e tregimit për luftën në syt e komunitetit ndërkombëtar shihet këj tjetër, një vërtet që se e kanë pasur përfason suksesin. Partner shumë të rëndësishëm edhe në teren e kanë pasur, mandej e kanë pasur si pjesë të implementimit të qëllimit që ka qenë liria. Mos harrojmë që ka bashkëpunëtorja kryesore e NATO-s ka qenë, madje ka pas kontakte ditore me telefonata satelitore për koordinata të caktuara, për informacione të caktuara. Po se krejt këto që po ndodhin neve si fenomene, kanë emra dhe kanë autor. Po na ka pak po lexojmë, sepse mënyra e jetesës edhe o bëj e shpejt, po kjo përdorimi i mlefit ka emën, ka autor, se qysh është një kredit shumë i rëndësishëm bankën e politikës, sepse nëse mlefin e përdor politikisht leverdis për me mirëmbajt pushtetin të ilskajt. Dhe më thonë shumë e rëndësishme, po ne duhet dalim, sidomos tash kjo paradigma e teknologjisë, që në Kosovë shumë për e njërojmë, se këtë jena në zonë me këshillë sigurimit diçka, është shumë e rëndësishme, sepse e ka bot mundur ekspozimin edhe manipulimin e njerëzve. Edhe këtu duhet jemi shumë të kujdesshëm, sepse nuk kem nevojë me u prish medaje halla e nipa, për çështje banale të interesave të caktuara ditore, duhet me dalë për kësaj pështyme e bërtime të panevojshme që e kem kriju si kontekst i nevojës elektorale, edhe duhet që të flasim gjithmonë po kthehena në sinqert, mos tingëlloj kështu si utopik, idealist utopik, po si një utopist pragmatik, se s'kem çare pa i diskutu këto gjana. Ish ministri Britanisë Madhe, Dennis McShane, analisti i njohur amerikan, Daniel Silvernin, si mirë i gjithë asaj memorie të shembjes komunizmit në Ballkan, vendosjes së demokracisë, e deri tani duke qenë se jemi në këtë emision, ai është aktiv, sikur që janë aktiv gjitha ato figura të respektuara që i përmendë që ishin në konferencën ndërkombëtare në Prishtinë, janë bindur që basi ishin gabim kur i bën presion atë kohë, kur i bë presion Kosovës që me 3 gusht 2015, loj dhomat e specializuara, tash 10 vite pas janë të bindur që kjo ishte gabim, që ai presion u drejtua nga Prishtina, ka zoti Thaçi dhe tjerët. Me qenë se gjithë procesi po dëshmon sipas tyre që është gati komprometuar nga fillimi në fund. Sa janë me peshë këto deklarata sot? Shumë janë me peshë. Sidomos server e pat edhe si një lloj kërkimfalje simbolike të asaj që gabuam. Se tha gabuam edhe si një i pendum
që qëllime e ka me të fillu, me e këthjelu kontekstin e jo me pështjel, është shumë e rëndësishme. Ai ka grada profesurës atje, është njeri shumë i respektuar, po jo veç ai, po gjithë paneli atje, nëse mund të themi se tash edhe jemi në fazën e ndërtimit të raporteve profesionale të konferencës se çka ka ndodhur, mos them me numra, po ndoshta mbi 80% ishin të bindën që ky gjyq është politik edhe i ka shkel disa premisa që nuk janë të demokracisë liberale. Me këshenjë që e përmend edhe ai tha, komplet tha është e fryme kjo, është e shtihume po mdohet, edhe i ndërtoj edhe i paraqiti anomalite aty nëse se çka ka ndodhur. Po këta njerëz janë shumë kompetent, edhe kanë kredibilitet edhe profesionale edhe morale, dhe fjala e tyre ka shumë peshë të madhe. Le ta citojmë me këshenjë pak. Po, okay. Shpresa naive e disa çarçeve perëndimore se udhëhecit kosovar mund të vishin në të njëjtin plan moral juridik me skuadrat vdekjeprurse të regjimit të Miloševićit ka rezultuar një rrugë pa dalje, ka thënë ai në konferencën që urat e kujtimit organizuar nga Josi organizat dhe Kipër një organizat tjetër e rëndësishme po ashtu. Po, paka shumë kanë qenë para vitit 2015, po i bën impresion të njëjtat figura, po pritnin nga Kosova që vjonte pa vullnet politik që bashkëpunoj me komunitetin ndërkombëtar për drejtësinë, sepse nuk kishte asnjë gjallë për të fshirë dhe një dekadë me vonë janë të bindur këto figura dhe shumë tjera që në Hag nuk ka një proces drejtësie. Nuk ka. Shumica e sa janë më rëndësi gjithë këto? Shumë janë me rëndësi, sepse si do të lexohen nga ai turp gjykues? Po, shiko, si nuk ditë shumë të rekos ta bëj dallimin edhe me prokurorin. Mbrana hapësirave lokale, edhe mund të krijohen situata ku njanshmëria është diskutabile, për shumë arsye, sepse jem njerëz të vene, kem familje, kem raporte emocionale, kem interesa të caktuar, edhe mund të futet se cili qëndrim brenda një kësaj lloji interpretimit të relativizimit të njerëzve lokal që flasin për atë punë. Ajo shkelje është shumë e madhe, ajo ka lënë dimensionin ton lokal, është universal, edhe këta njerëz kur flasin është shumë e rëndësishme sepse nuk kanë këso lloj vegza, si qysh mund të kenë. Nuk kanë hipoteka, po natyrisht, po. Ata e shohin prej perspektivës profesionale dhe ai nuk ta jep emrin e vet në kuptimin e abuzimit politik, të qëndrimit ose manipulimit të interpretimit të tij. Këta e njerëz shumë serioz. Po ajo që kam bani përshtypje, që e thanë edhe vendorët, po edhe u pajtun edhe një pjesë e të pranishme atë ndërkombëtar, që u mërë raporti Dick Martit si pjesa senzacionale, interesante, që e bën bumin medial dhe krijon një kontekst ku gjithë merren me ta. Po e morën shembull tjetër, për shembull, që është po ashtu shumë e çuditshme që nuk e ka kriju çit lloj spektakli mediale që është safari në Bosnjë, ku ka njerëz që pretendojnë se Italia i ka hap disa procedura të njerëzve hetime që kanë deklaruar që kena dhënë pare për me vrarë njerëz. Vrasje për dëfrim, po. Madje ki librin e atij autorit të Sarajevës, më dul prej menjes, që e jep edhe çmimet. Njerëz të pasur kanë shkuar në Sarajevo, kanë pagu pare si Counter Strike me vrarë njerëz gjallë, një fëmijë ka kushtuar më shumë, një grua e bukur ka kushtuar më shumë sipas atij gazetare, edhe një gru shtatzan ka kushtuar më shumë. Do thotë e shihni se edhe kjo është shumë me peshë në kuptimin e krijimit të skandalizimit të opinionit publik evropian. Dhe kjo nuk dhez asnjë cenzor të hapësirës publike për më u bë temë e rëndësishme, po kjo e Dick Martit, po pse? Nuk e dim. Ka pyetje mrena konspiracion, ose e ki që e pat në analizë pse nuk është bën një gjykat për dhunime. Kosovi ki 20 migrant në krejt hapësirat Jugosllavisë, shifra është alarmante. Kuj ki grupet e majta, kuj ki grupet e lobeve, lobingjeve të caktume. Asnjë fjalë nuk e folin për të. Asnjë fjalë nuk e folin. Pse?
Që kjo është Ku që kanë thelbe problemet? që çto janë pyetjet $1 milion. I shtrojmë të domosdoshmëria asaj që